Hey, a dini dhe ju se çajin e malit ne mund ta përdorim dhe për ëmbëlsira. Kjo recetë është me aromën dhe shijen e çajit të malit bio nga Neranzi Organic Market. Është shumë e thjeshtë për ta përgatitur. Do shikoni se çfarë thjeshtësie ka kjo recetë për ta bërë, por e rëndësishme që është fantastike për ta shijuar. Në një tenxhere kam vendosur qumshtin me çajin e malit duke valuar. Pasi të ketë valuar do vendosim pelikula dhe do pushoj rreth 10-15 minuta. Pasi të ketë pushuar, e largojmë pelikulen dhe e kullojmë qumshtin nga çaji i malit dhe vendosim përsëri në tenxhere duke shtuar sheqer kristal, duke trazuar mirë dhe pastaj duke i shtuar dhe gelatinën që e kam vendosur 10 minuta para duke u zbutur në ujë të ftohtë dhe po ashtu do shtojmë dhe panën likuid dhe vazhdojmë përsëri duke e montuar. Shumë e thjeshtë për ta përgatitur, nuk na ha shumë kohë, 10 minuta dhe vendosim nëpër gota, nëpër forma, të pushoj 2-3 orë në frigorifer dhe na bëf të mirë. Një recetë fantastike, e thjeshtë dhe e ndërsishme, është organike me çaj bio nga kompania Neranzi. Like, follow, Pidis Kitchen dhe po ashtu kompania Neranzi.